Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në podcast dhe në këtë takim të sotëm kemi një çift I cili ndërthur mes dijes fetare, mes përkthimeve të shumta, mes doktoraturave të shumta, përvojës në shumë vende të ndryshme të botës islame dhe përtej dhe aktivizmit në realitetin ton shqiptar. Kam kënaqësinë që sot në studio të kem doktor Alban Bullari. Mirë se vini. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Ju keni gjithashtu një përvojë me Sirinë, me Jordaninë dhe së fundi me Turqinë, ku e keni doktoruar, pra keni studiuar shkenca islame, ekonomi islame, drejtësi dhe shumë njëri tjera. Faleminderit dhe mirë se vini. Mirë se vjen. Kemi gjithashtu dhe doktore Mirveta Allmeta, është doktore në shkencat e tefsirit, shkencat e Kuranit në Universitetin e Jordanisë, po gjithashtu dhe një eksperte e gjuhëve të huaja, ku spikat gjuha greke dhe ruse, mos gaboj. Po, specialiste. Mirë se vini. Mirë se vjen, faleminderit shumë për ftesën. Unë do doja t'ju drejtoja një pyetje të dyve, duke qenë se keni një përvojë kaq të gjerë me kultura, me vende dhe në Kur'an shpesh përmendet dhe nxitet njeriu që të hulumtojë dhe të shëtis në përbot me këtë lupën e meditimit. Sa ju ka vletur, sa ju ka pasuruar dhe sa I keni gjetur, po themi, ato ajetet kuranore në rrugtimin tuaj edhe akademik, po edhe në këtë ndërveprim kulturor. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me të vërtet mesira jone ilmie, do të thënë udhëtimi jon në dije ka filluar I përbashkët. Pra kemi filluar në Damask, pastaj në Jordani, pastaj në Turqi. Në Turqi shkuam si profesor. Ka filluar në Shqipëri njëherë, mos gaboj? Në Shqipëri kishim bachelorin, do të thënë ishim të ndar nga njëri tjetri, ndërsa udhëtimi I përbashkët ka qenë në Damask, Jordan dhe në Turqi. Në Damask normalisht Damask është dashuri, është aromë jasemine, është aromë gramatike, sarfi, morfologjie, hadithi, fiqhu, të gjitha gjërat e bukura, domethënë që lidhen me shkencat islame, me shkencat e gjuhës, me çdo lloj arti, kaligrafie, çfarë të duash lidhe me shamin. Pra në farmëre keni qenë në qendër të botës dhe kulturës islame ku kanë qenë në djepin të gjitha. E vërtet. Ndërkohë Alban, edhe për ju ka qenë një përvojë jashtëzakonshme, pra Siria, Jordania dhe Turqia. Si e pasuron, po themi, dhe botën shpirtërore ky rrugtim kulturor dhe ekonomik? Allahu shpërbleft, faktikisht ne I përkasim një brezi të vjetër, një fjalë pak a shumë brezi hershëm, ku kryefjalja ka qenë kërkimi I dijes. Pra me fjalë siç është tani kërkimi I pasurisë, çfarë punë bën, çfarë biznesi, në atë kohë ka qenë vetëm dija. Kudo që ulesh edhe bisedoje, në fjalë çdo kush thoshte çfarë ke lexuar, çfarë ke dëgjuar. Aq sa u bë moto një fjalë I Ali ibn Abi Talibit ku thoshte dita në cilën ti nuk e përparuar në krahasim me ditën parakaluese, brendësia e tokës është më e mirë se sa sipërfaqja e saj. Andaj dhe ne duke marr parasysh këtë fjalë, kërkuam ishte një domosdoshmëri, nuk ishte thjesht një fjalë luks që po e kërkoje. Dhe kërkimi I dijes në atë kohë filloi me shkuarjen në Damask. Dhe në Damask aty gjetëm tradicionalizmin e dijes. Me të vërtet nuk kishin institucionet e mirëfillta, duke qenë se ka kaluar në një periudhë të vështirë me fjalë regjimi I atëhershëm, ama me të vërtet kemi përfituar jashtë masëm nga njerëzit e thjesht, nga butësia e shaminëve, të cilët në fjalë vazhdojnë ta kenë akoma këtë cilësi, këtë sifat të vyeshëm. Pra është një pasuri, po themi, dhe kulturore, po dhe shpirtërore, ku njeriu ndihet I pasuruar ndoshta edhe thjesht për faktit që ka komunikuar me një kulturë të madhe. Nuk ka dyshim. Me të vërtet Shami, siç e tha edhe vetin përpara, I përmbledh të gjitha llojet e dijeve. Duke filluar nga Kurani, nuk ka xhami në cilën ti nuk e mundsi ta marrësh, ta përfitosh ato në fjalë leximin e pastër, duke paraqitur me një lloj thjeshtësie nga vetë shuyuhet, ata me fjalë profesorat apo hufadhet e librit të madhërishëm të Kuranit. Ju keni nisur rrugtimin tuaj akademik me Universitetin e Tiranës, me gjuhët e huaja, ku keni studiuar rusisht, greqisht, pra dy gjuhë e cila duket sikur në pamje të parë ka një përplasje kulturash. Ndërkohë
këto kanë qenë ndërthurje që ju kanë ndihmuar më pas në rrugtimin tuaj me gjuhën arabe dhe me Kuranin, apo shpesh siç paraqiten dy kultura që përjashtojnë njëra tjetrën? Atëherë kur mësonim gjuhën ruse dhe greke në auditor, në lëndën e përkthimit na ka pas dhënë profesor Eshref Imeri, na ka pas thënë që këto kanë qenë gjuhët mbretëreshat e gjuhëve, gjuha ruse dhe greke. Ndërkohë që në pamje të parë duket sikur këto kultura bien ndesh, domethënë kulturat mund të bien ndesh, ama gjuhët, të gjitha gjuhët kanë, nëse do të kthehemi në gjuhëdhurët e tyre, në rrënjët e tyre, të gjitha gjuhët kanë një rrënjë të përbashkët. Dhe këtë e thon ekspertët e gjuhës. Dhe nëse do të futesh pastaj tek gjuha arabe, ti normalisht ke marrë strukturën hendese të lugha, që quhet inxhinieria e gjuhës, hejkeli i gjuhës. Dhe kur ti futesh me këtë diapazon në një gjuhë tjetër që quhet, më thënë, lugat, nëna e të gjitha gjuhëve që është arabishtja, atëherë ti futesh vërtet, domethënë, në një mrekulli. Dhe gjithmonë profesori jon që na shpjegonte lëndën e elokuencës arabe, na thoshte, shikojeni këtë gjuhë magjike në fonetikën e saj, në stilistikën e saj, në morfologji, në sintaks, në gramatik, në çdo gjë dhe bidun mubalaga, pa hiperbolizim, domethënë. Nëse do të futem në detaje, ndërkohë ndoshta 1 orë, 2 orë, 3 orë nuk do të mjaftoni për këtë çështje. Gjua edhe në Kur'an përmendet, pra diversiteti gjuhësor përmendet edhe në Kur'an si një mrekulli. Pra shpesh Zoti na fton që të meditojmë midis mënyrës se si komunikojnë popujt, midis gjuhëve që janë të shumëllojshme, po ndërkohë ka mrekullinë atë. Ju besoj e keni, po themi, më të qartë të mrekullisë, sepse njihni disi nga afër, duke qenë se njihni disa gjuhë. Po ndërkohë, a ju kanë ndihmuar gjuhët e tjera për thellësi në kuptimin e Kuranit, apo ka mjaftuar vetëm arabishtja? Shumë, më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Si mund ndihmoj për shembull greqishtja dhe rusishtja në kuptimin e Kuranit? Ja, për shembull, ta jap tek teza e doktoraturës. Kisha një pyetje për 22 vitesh, më shqetësonte. Domethënë prefikset dhe sufikset. Në gjuhën greke ke vazo, isovazo, intervazo, dhe këto prefikse, kur i vendosja në gjuhën arabe, në gjuhën greke normalisht ishin si ato kallëpet që japin po të njëjtën domethënie në të gjitha foljet. Domethënë nëse ti e vë inter, pre, i vë në të gjitha foljet e tjera, atëherë japin të njëjta domethënie. Kur shkoj në Sham, në Damask, i them mësueses time si shpjegohet që këto nuk po japin të njëjtën domethënie. Më thot mua, Merua, thot, kjo pyetje që ke bërë ti është maudu doktora. Domethënë ti mund ta përdorësh temë doktorature. Dhe temën e doktoraturës unë e kam, domethënë, te prefiksat dhe sufiksat në morfologjinë, domethënë, arabe. Pra gjua është mrekulli. Ndërkohë Alban, ju keni përkthyer një sër librash, botime shkencore, të cilat kërkojnë lodhje, por kërkojnë dhe profesionalizëm. Si e keni ndarë këtë përgjegjësinë dhe këtë rolin mes bashkëshortësh në sjelljen shqip të gjithë këtyre materialeve? Kush e ka marrë, po themi, barën dhe riskun e këtij punimi? Po përkthimi, me thënë drejtën, nuk është thjesht marrja e fjalëve nga një gjuhë dhe vendosja në gjuhën tonë, gjuhën shqipe, porse ka qenë një domosdoshmëri për t'i bërë gjithmonë një fjalë ymetit tonë t'i sill një lloj dobie, sepse kur kemi shkuar për të kërkuar dijen, fillimisht kemi menduar për vetvetet tona. Me fjalë po marrim dijen për vetvetet tona dhe për familjen tonë. Me kalimin e kohës, duke parë që ka gjëra xhavahire në fenë islame, pse mos e paraqesim edhe ymetit tonë. Dhe kështu kemi vazhduar në fjalë rrjedhën e dijes tonë duhet të theksuar një diçka e rëndësishme në familjen tonë, flasim. Siria apo më fjalë Damasku ka pas vështirësitë e tij. Dhe nëse nuk do të ishte mirësia Allahu xhaleshanuhu dhe durimi i vetit, në fjalë në jetën, flasim jetën ekonomike dhe sociale, do të kishim arritur këtu ku jemi. Edhe fillimisht pasi shikonin fillimisht çfarë ka nevojë me fjalë shoqëria jonë shqiptare. Dhe me të vërtetë në atë kohë ishte edukimi i fëmijëve. Me fjalë gjithmonë zgjidhnim
atë tematikë. Pjesë mirë të materialeve janë fokusuar tek edukimi i fëmijëve, tek pak a shumë libri i parë. Tek nevoja që kishte xhamati. Edukimi i fëmijës këtu ka qenë. Nuk kishte asnjë realitet i ri, nuk kishte asnjë libër të përkthyer. Pra ju ka ndihmuar fakti që të dy keni qenë profesionistë të gjuhës arabe, të doktoruar në fusha të caktuara, ka qenë më e lehtë besoj. Çfarë nevojash mendoni që ka sot më së tepërmi një femër e cila është muslimane dhe do ta jetojë jetën, do ta jetojë fenë në të gjitha dimensionet e saj. Pra, cilat janë ato probleme dhe sfidat kryesore të një femre muslimane? Atëherë, femra muslimane duhet së pari duhet ta kuptojë që kjo rrugë që ka nisur nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë. Sfidat, sidomos femra e cila punon, e cila është ka shtëpinë në një anë, por ka nga ana tjetër edhe pjesën akademike, ka pjesën e punës, edhe këtu vjen çështja e prioritetit. Gruaja, kur unë kam filluar domethënë punë në fakultetin e Marmara Universitesi në Stamboll, normalisht ishte nga universitetet më të mira, domethënë i themeluar që në vitin 1883, dhe aty ku kam mësuar vetë Erdogani, domethënë patjetër që unë do kisha një përgjegjësi tepër të madhe, nëse unë do të kisha 200 provime për të saktësuar, atëherë nuk mundja unë që t'i merja, domethënë fëmijët e mi në një shëtitje larg, do shikoja një herë pjesën e saktësimit të provimeve. Pastaj nuk mundja që tek shtëpia ti futesha shtëpisë me themel, sot do pastroj kuzhinën, e do pastroj sallonin e tjerë. Pastaj këtu vjen ndarja e punëve. Abdusamedi ka kuzhinën, Zeidi ka sallonin, Yusri ka derdhjen e plerave, Enesi ka. Por do duhet mobilizohet gjithë familja tashmë për të ruajtur këtë ekuilibër. Albanin më ka ndihmuar jashtëzakonisht kur kam patur temën e doktoraturës, unë ja kam lënë një vit të plot, një muaj të plot. E kam patur bebe Enesin, domethënë një vjeç, dhe kishte shumë nevojë për mua, megjithatë mua më duhej të bëja statistikat, duhej të merresha, ndërkohë që profesori më thoshte nesër duhet të vish në Jordan. Unë isha në Stamboll dhe duhet të udhtoja për në Jordan. Fëmijën e kam mbajtur ai dhe një muaj të plot unë nuk kam ditur se çfarë është bërë me fëmijën tim. Pra pjesën duhet një tensik, duhet një lloj koordinimi ndërmjet të gjithë anëtarëve të familjes, pastaj këtu duhet edhe flexibility. Domethënë jo çdo gjë mund të shkojë 100%. Ka gjëra që do shkojnë 90, 80. Ndoshta nuk ke mundësi të realizosh të gjitha gjërat që don ti, ama do kënaqesh me aq sa mundesh. Ndoshta do ta riparosh atë noksin, atë mangësinë pak më vonë, 1 muaj më mbrapa, 2 muaj më mbrapa. Pra nëse nuk kemi përkrahjen e gjithë familjes, karriera do të kthehej në një problem më tepër se sa në një benefit ose në një zgjedhje. Po shpesh në këtë përplasje mes familjes dhe karrierës, mes suksesit brenda shtëpisë, i cili shpesh nuk vërehet, nuk vlerësohet, dhe suksesin i jashtë, i cili kuptohet që është më prezent. Cili do të ishte prioriteti i një femre sot? Prioriteti i femrës është e para dhe në fund është familja. Shumë prej këtyre personave ka menduar që karriera dhe kur vjen puna janë penduar më vonë dhe nuk i ka bërë fajde. Edhe te kjo pjesë është pjesa e tëgalldi, domethënë çifti duhet bashkëveprojë me njëri tjetrin dhe të heqin atë egon. Nëse unë po punoj, nëse unë po mësoj, atëherë çdo gjë, çdo benefit do dertet nesër në familjen tonë të përbashkët, në folezën tonë të përbashkët. Domethënë unë do të ndihmoj edhe ty ekonomikisht, edhe fëmijët do t'i ndihmojmë ekonomikisht. Pra nuk është që unë do të jetoj vetëm dhe ti vetëm. Ndërkohë, dija, njohja është një lloj obligimi edhe për femrën në Islam, jo vetëm për mashkullin. Ndoshta nuk është obligim doktoratura, por dhe në cilin nivel duhet që një femër të ketë njohuri mbi fenë dhe mbi njohuritë e nevojshme. Cili është ai minimumi që duhet ta mbrin gjithë vajzat dhe gratë muslimane? El ilmu bid darura. Gjërat kryesore të fesë, si e themi në shqip alban. Domosdoshmërisht, gjërat të cilat në nivel patjetër një duhet i di, qoftë edhe një femër, qoftë edhe një mashkull. Çfarë kupton domosdoshmërisht? Pra, rritet, detyrimet, pra çfarë përfshihet? Duhet të di si të falet, duhet të di si të lutet, si të agjëroj, si të bëj terbijet, si të edukoj fëmijën. Normalisht. Është nëna ajo që duhet të edukoj fëmijën apo nuk ka një ndarje, po themi, specifike? Ne kemi bërë të dy.
Ne kemi bërë. Nuk ka është e pamundur, qoftë babai apo nëna vet që të arrijë një edukat të përsosur me fëmijët e tyre. Për sa i përket domosdoshmërisë së dijes së grave, do të vi gradualisht. Në momentin që ti martohesh, i fjalë gruaja duhet di rregullat siç thamë, i fjalë namazit të mëradh, duhet di dhe rregullat e marrëdhënies në familje, gjë e cila dhe burri. Nëse gruaja hyn në një fazë tjetër, duhet patjetër edhe ajo të furnizohet me këtë lloj dije, gjithashtu edhe burri. Pra me fjalë, kur ti ke ardhur në këtë stad tani, patjetër që je ngritur gradualisht. Njëjtën gjë do të bëjnë edhe çiftet. Vetëm është e pamundur. Edhe zogu gjithashtu me fjalë nuk fluturon dot absolutisht me një krah. Ndërkohë, ndoshta këto njohuri bazike në vendet ku ju keni qenë, ndoshta i mbulonte, po themi, ai formimi bazë, medreset ose dhe formime të tjera. Ndërkohë në Shqipëri realiteti është disi më ndryshe. Çfarë do sugjeroni të duhet të shtohen, të krijojnë institute, të ketë më tepër mësime nëpër xhami, të jenë më dimensionale, po themi, xhamit mos kenë vetëm atë rolin e faljes, pra çfarë do duhet të bëhet që të mbrim në këtë nivel njohurish të dijesh? Atëherë tek libri i parë, i cili është Edukimi i fëmijës në Islam, janë 5 komponent bazë për edukimin e fëmijës, për të patur një shoqëri të shëndosh, lipset. Gjëja e parë, domethënë, prindi, burri të zgjedh grua të mirë, të devotshme, dhe jo kolpo difulmin e gjeta në mes të rrugës, më pëlqeu luku, veshja, fytyra etj. Këto ikin 5-6 muaj, maksimumi 1 vit ikin. E dyta, gjëja e parë, domethënë, është devotshmëria, të ketë fe, fodhfar bidhati din, të ribet jedak, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zgjidh fetaren të lumshën duart. Dhe e dyta, familja nëse nuk është trungu familjar i fort, një familje e cila ka një bazament të fort fetar, ki frikë Allahun, kujdes këtu, raqibillah, kudo që të shkosh, Allahu është me ty, të sheh, të vrojton. E treta është shkolla patjetër që luan rol tepër të madh, shoqëria është rrethi, ti duhet të jesh prind helikopter, duhet të shohësh gjithkohës me kë rri kalamani, me kë është duke komunikuar në orën 1 të natës me PlayStation-at, me lojrat, me çifute, me lloj. Plus tjetër, media ka një rol tepër të rëndësishëm, dhe një nga profesorët e tanë thotë, nëse nuk do të kishte rresul, thotë, për këtë kohë, domethënë, nëse do të kishte rresul për këtë kohë, atëherë ai do të ishte media. Dhe të gjitha këto komponent duhet të mlidhen bashk, shkolla është tepër komponenti i rëndësishëm. Ndërkohë, ju keni jetuar në vende ku VKF-i ka qenë, po themi, prezent, mirë të vazhdueshme, dhe jeta social-kulturore dhe fetare ka qenë mbuluar nga VKF-i. Ndërkohë ju keni bërë doktoraturë, pra në doktoraturën tuaj ju keni kushtuar fokus të veçantë VKF-it për kategoritë të veçanta me nevoja të veçanta. Në realitetin tonë shqiptar, ku komunizmi e shkatroi pothuajse të gjitha trashëgimi të VKF-it, i cili ka qenë po aq i pasur edhe në vendin tonë. Në një realitet të ri, çfarë do duhet të bëhej me mundësinë e VKF-it për të lënë trashëgimi, po themi, që e ndryshojnë këtë botë kuptim të brendshëm? Pikë së pari, siç e dini fare mirë, Islami ka kushtuar rëndësi të madh pasurisë, paras, mallit. Ai sa e ka bërë një nga 5 kushtet e Islamit, pra zekati. Edhe zekati nuk jepet nëse nuk kemi pasuri. Gjithashtu sadakaja, edhe është një rol i madh i cili ndikon. Ndërsa sipas atyre leximeve dhe studimeve modeste që kanë vërejtur që motorri kryesor i përhapjes së civilizimit islam ka qenë dhe mbet akoma VKF-i. Me të vërtet zekati ka rolin e vet, sadakaja po ashtu, ndërsa VKF-i është gjë e çuditshme. Aq me një fjalë sa njeriu habitet. Në Shqipëri faktikisht në kohën mbas rënies së Khilafetit Osman e humbi pak a shumë rolin VKF-i si VKF, dhe ishte i disponuar vetëm për hoxhallarët dhe për kryesinë e Komunitetit Musliman, sepse me të vërtet nuk kanë pasur burime financiare. Por nëse do të shikojmë çudirat mëdha në perëndimin e botës arabe, duke filluar me Libin, me Marokun, shikojnë gjëra të cilat VKF-i shkonte deri në atë lloj
fjalë niveli sa merre me sponsorizimin e rrethimit të qytetit me mur, gjë e cilën nuk arrin ta bënte shteti apo me fjalë buxheti i qytetit, buxheti i shtetit e bënte vakafi. Ato duhet që besimtarët musliman të bëhen bashkë për të lënë për ndërtuar objekte, po themi që do t'i trashëgojnë brezat, pra vakafe që do të kenë, po themi, ndikim ndër breza. Nuk ka dyshim, kjo me fjalë ne i kemi arritur vakafet e shumta deri tani, me fjalë aq shumë është spekuluar me vakafet tona sa me fjalë deri tani akoma nuk kanë mbaruar. Gjë në cilën lanë të parët që përfituam ne. Tani duhet lëm dhe ne që të përfitojnë të tjerët mbas nesh. Vakafet gjithashtu, gjëja kryesore që duhet bëjmë ne si hoxhallar është të ndërgjegjësojmë njerëzit e pika në ruajtjen e vakafit. Sepse mund ta lësh vakafin dhe se vakaf është. Se s'ka problem. Ndërsa pronën e vet, me fjalë ai bëhet copash se si ta ngrej. Ndërsa vakafin, vakafi ka një lloj shenjtërie që nuk ka dyshim. Edhe vakafet në këtë kohë është shumë e kollajshme, sepse nga shenjat e kiametit është shtimi i pasurisë. Atëherë përderisa pasuria është shtuar në të lloj forme sa njerëzit nuk din ku ta bëjnë, ku ta çojnë, atëherë në fjalë është më se e domosdoshme që të ngrihen vakafe edhe të shërbejnë, qoftë në fjalë për fukarejnë, për jetimët, për gratë, të cilat janë divorcuar dhe kështu me radhë. Pra vakafi duhet të marrë se zbën rolin e tij që ka pasur gjatë gjithë historisë islame. Ndërkohë profesoresh, ju keni ndër të shumtë libra që keni përkthyer dhe botuar, një libër flet për ngurtësimin e zemrave, dhe ne pikërisht jemi në një kohë ku dominohet nga ftohtësia shoqërore, nga individualizmi, nga ajo shtërpësia e brendshme ku njerëzit ndoshta nuk po ndikohen dhe nga fjala e Zotit. Çfarë porosie do të jepni të dëgjuesve tanë në raport me këtë ngurtësim zemrash që shpesh i përfshin dhe ata cilët janë praktikantë? Është vërtet që ngurtësimi i zemrave është një dukuri që po vërehet edhe brenda rrethit të besimtarëve. Ai sa ka xhamate të cilat kjo mëvetësia, kjo ndenja vetëm, kjo ndarja e familjes, gjithsesi cilin në dhomën e vet, ndarja e motrave, vëllezërve, aq sa motra nuk don ta shoh motrën, vëllai nuk don ta shoh vëllain, dhe pothuajse në të gjitha mexhliset i them, hajde jetoni me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot akrebaja është e varur tek arshi i Allahut dhe thot kush më ruan mua e ruajt Allahu atë. Puna është që t'i largohemi egos, t'i largohemi zilis, t'i largohemi këtyre sëmundjeve të zemrës, dhe Ramazani, siç e thot një nga profesorët e tan, është një trajnim detyrimor që vjen çdo vit nga Allahu subhanahu wa taala. Pra është trajnim detyrimor qiellor prej Allahu subhanahu wa taala. Pra Ramazani është një shkollë e jashtëzakonshme, jo vetëm për të rritur, por se edhe për fëmijët. Dhe në këtë muaj është më e lehtë që fëmijët të përfshihen leximin e Kuranit, në faljen e namazit e shumë aspekteve tjera. Si ta arrijmë që fëmijët ta kenë të dashur namazin, ta kenë të dashur Kuranin, po pa qenë të imponuar, sepse shpesh duke përdorur kjo metodë rezulton në efekt të kundërt. Pra, shpesh kur kemi përpjekur që edhe ti imponojmë në thonjza, nëse mund të quhet imponim, ajo nuk jep, duke sikur kjo fe kanë të ndjeshme, nuk e pranon dot imponimin, edhe të fëmijët. Unë për veten time nuk jam tek pjesa e imponimit mutlaqan në mënyrë absolute. Madje po ta shohësh dhe te pejgamberi Albania është duhet disa kufizime. Albania e ka te pjesa e kufizimit. Duhet një harmonizim midis disa kufizimeve dhe inkurajimi. Problemi nuk qëndron tek fëmia si fëmijë. Problemi qëndron tek prindi. Pra me fjalë, nëse prindi është ai i cili ja bën të përshtatshme, të afrueshme, të dashur si agjërimin, si namazin, çdo gjë tjetër, fëmia do ta marrë patjetër. Do ta marrë, nuk ka nevojë ti thuash në fjalë bëj apo nuk bë. Pra me fjalë gjatë gjithë kohës, nëse ti ja tregon mirë me një lloj mirësie, shembull, kemi pas disa libra të hershëm, me fjalë edhe për punën e miswakut. Ka qenë një lloj tregimi me këta me fjalë cowboysat, dhe ja tregoja fëmis në gjuhën arabe, pa ai faktikisht mbante një puro.
ngoj. Çfarë është kjo? Më thoshte djali. Them, kjo është miswak. Kjo është miswak. A kupton? Ato gënjeshtrat e bardha që duhet të është një miswak. Improvizosh. Miswak, edhe po fëmijët subhanallahu filluan në fjalë të mbanin ato miswaket në fjalë në gojë. Duke u ngjar cowboys. Dhe tani që janë rritur, janë bërë doktor, dhe studion nëpër fakultete, i thon, bab, po qysh na thosh atëherë për puro. Ju e kanë harruar. Jo, se kanë harruar, kanë mbetur. Mirë, zoti shpleft, në minutat na ikën shumë shpejt, na mbetën shumë tema dhe shumë pika që do duhet që të diskutoni, po shpresoj që do të gjejmë sërish momente. Zoti shpleft, faleminderit. Zoti të begatoft. Për miq, këto ishin minutat e takimit sotëm, ishim me këtë çift që kanë harmonizuar pra siç thash mes dijes, mes akademizmit, po dhe mes angazhimit në realitetin tonë shqiptar, duke sjellë gjithë këtë pasuri të madhe të vendeve ku kanë qenë qendra civilizimi, kanë qenë qendra mendimi dhe vazhdojnë të jenë gjithashtu. Unë falenderoj që na ndoqët dhe mirë takofsh.